i karteleve të drogës në Shqipëri dhe Amerikën Latine. Me ta shtuqujtërën paqë fiskale, ka sankcionuar amnistin për paratë e drogës, krimit, jo vetëm të karteleve të fuqishme shqiptare, të kokainës dhe kanabisit, por dhe ortakëve të tyre në Amerikën Latine. Një ligj të cilin Qeveria e Shteteve të Bashkuara, Bashkimi Evropian, por dhe vende tjera partnere, e kundërshtuan në mënyrën më të prerë para 2 vitesh, Edi Rama e ka votuar në parim në parlament. Ky akt është mbështetja publike më fuqishme që Ramaduro, shefi i narkoshtetit parë dhe të vetëm në Europë, u bën karteleve shqiptare të drogës dhe ortakëve të tyre në Amerikën Latine. Partia Demokratike deputetët e saj në komisionet përkatëse kanë mbajtur qëndrime të prera kundër kësaj përpjekje. Kanë bërë amandamente shumë të qarta. Por nuk janë marrë parasysh asnjëra prej tyre nga mazhoranca. Për Partinë Demokratike, grupin e saj parlamentar, ligji është një mundësi ligjore për pastrimin e parave nga klanet e drogës dhe të krimit, për evazionin e mëtejshëm fiskal, për shmangjen e bizneseve nga detyrimet fiskale të ardhshme kundrejt shtetit. Për favorën ndaj sektorëve ku risku i pastrimit të parave është shumë i madh dhe që po ndodh praktikisht, ndërtimi në Shqipëri është lavatriçja e parave të drogës më e madhe në Europë. Kjo mos të duket çudi, mbasi treguesi i ndërtimit në Shqipëri është 3 herë më i madh se treguesi mesatar i ndërtimit në Bashkimin Evropian. Në këtë ligj ka mungesë të plotë të transparencës për opinionin publik dhe komunitetin e ndershëm të biznesit. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar më parë qeverinë shqiptare për rreziqet e mëdha të kësaj amnistie. Banka Botërore gjithashtu. Tani, këto ditë, ka një reagim të qartë të Komisionit Evropian që unë do t'ja u lexoj më poshtë. Cilat janë mekanizmat që projektligjet e paraqitura për këtë qëllim hapin rrugë për fenomenet e mësipërme. 1. Rishikimi pas një pasojë i bilanceve në 3 vitet e fundit, duke i dhënë mundësi bizneseve të ndryshojnë të gjithë zërat, parat kesh, asetet, kapitalet e veta e të tjerë. Thjesht duke paguar 5% tatim mbi shumën. 5% tatim më shumë. Kërkesa e opozitës